Kandidatja e Partisë Socialiste në qarkun e Vlorës Brunilda Mersini ka vjuar takimet me banorët në Akërni të njësisë administrative të Novoselës. Ajo thot se këta janë njerëz punëtor dhe të palodhur që meritojnë më shumë. Diskutimet u përqendruan tek zhvillimi dhe mundësitë e reja që do të sjellë ndërtimi i aeroportit të Vlorës, një investim strategjik sipas Mersinit që do të kthejë këtë zonë në një pikë referimi për ekonominë dhe turizmin. Ide të çmuara, vizione të përbashkëta dhe mbi të gjitha një dëshirë e madhe për të rikthyer buzëqeshjen dhe shpresën në çdo familje të këtij komuniteti, është shprehur ndër të tjera kandidatja e listës së hapur të Partisë Socialiste në qarkun e Vlorës, Brunilda Mersini, e cila ka marrë mbështetjen e banorëve në Akërni. Kandidatja socialiste Mersini ka vjuar takimet edhe me banorët e Babicës. Sipas Mersinit, zëri i komunitetit është më së i qartë me më shumë investime në rrjetin e shpërndarjes së energjisë elektrike dhe infrastrukturën rrugore. Këto nuk janë thjesht kërkesa, por nevoja jetike që duhen adresuar fort dhe qartë, thot kandidatja Mersini, duke theksuar se mandati i katërt është një angazhim për të përmbushur të gjitha këto nevoja pa lënë askënd pas. Kandidatja e Partisë Socialiste për deputete në qarkun e Vlorës është takuar edhe me Anën, një grua vizionare sipas saj në fabrikën e prodhimit të çantave të letrës, një biznes i vogël me ndikim të madh që furnizon dhe mbështet dhjetra të tjerë. Vlora nuk është vetëm turizëm, është edhe punë, industri dhe zhvillim i qëndrueshëm, thot kandidatja socialiste.